Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim së bashku një nga ato recetat që të zgjidhin punë në çdo kohë. Janë turshi të çastit me patlıxhan të gatshme vetëm për 10 minuta. Nuk ka nevojë të prisni me javë të tëra. Kjo recetë është plot shije dhe freski. Filloj me përgatitjen. Në një tenxhere kam vendosur ujin të vloj. I shtojmë një lugë të gjellës me krip. I shtojmë 2-3 gjethe dafine dhe pak piper të zi, të bluar do ja shtoj unë, por mund ja shtoni edhe kokër. Këtu kam patlıxhanët. Për këtë recetë mund të përdorni 5-6 patlıxhan ose më shumë. Patlıxhanët e mi janë të vegjël, ndaj unë do përgatis 7 patlıxhan. Si e shikoni, në këtë trashësi i preva unë. Patlıxhanët e prerë në formë rrethore ose në formën që ju dëshironi, do t'i ziejmë vetëm 7 deri në 8 minuta. Sekreti i kësaj recete është që patlıxhanët mos të ziejnë shumë, por mos të jenë dhe të pazier. Fillojmë me përgatitjen e salcës. Në një tas shtojmë 2 filxhan kafeje me uthull të fortë 9% kam unë, po 2 filxhan të tjerë kafeje me vaj ulliri. Duhet patjetër që uthullat të jetë e fortë që të ndihet. Një lugë të çajit me krip, pak piper të zi, mund t'i shtoni dhe më shumë krip. Këtu kam rigon, i shtojmë rigonin. Gjithmonë në recetat me patlıxhan, rigoni është i pranishëm. Unë këtë recetë do ta përgatis me krem hudrash. Kjo salsa merr një teksturë fantastike nga kremi i hudrave. Sigurisht nëse nuk keni krem hudrash, mund të shtypni 5-6 thelpinj hudhër. Presim edhe një tufë me majdanoz të freskët. Dhe salsa është gati, por kremi i hudrave i jep atë teksturën pak të plotë të trashë dhe i bën fantastike. Unë mendoj se duhet ta përgatisni kremin e hudrave, pasi qëndron shumë gjatë në frigorifer dhe nuk prishet. Për shijet e vajzës sime unë po i shtoj uthull balsamike. Unë vetë do ta preferoja pa uthull balsamike. Megjithatë, fëmijët janë prioriteti ynë, ndaj do bëjmë ashtu si duan fëmijët tanë. Kjo është tekstura e salsës, është e plotë dhe ka një aromë fantastike. Patlıxhanët tashmë kanë zier, janë në masën e dur, as shumë të fortë, por dhe jo të butë. Duhet t'i kullojmë patlıxhanët mirë nga uji. E shikoni ka ndryshuar ngjyra e ujit, ka dalë dhe ai dhërimi që mund të kenë patlıxhanët. Megjithatë, në këtë periudhë të vitit patlıxhanët nuk kanë një dhërim. Unë do t'i kulloj. Mirë është të kullojnë mirë që të mos i ngelet asnjë pikë uji. I vendosim në një tepsi, do t'i lëm të ftohen plotësisht. Marrim dhe patlıxhanët e fundit. Shikoni sa ertë ka dalë ky uji i vluar me krip. I lëm patlıxhanët të ftohen. Pasi patlıxhanët janë ftohur, në një tas të madh, i bashkojmë me salsën e përgatitur. Sigurisht që mund të bëni edhe më pak turshi, por në familjen time pëlqen, ndaj dhe unë bëra mjaftueshëm. Është një turshi që rron 3-4 ditë në frigorifer, por mund të konsumohet menjëherë. Ditën e dytë kjo turshi bëhet akoma edhe më e shijshme, pasi gjithë lëngu dhe salsa e këtyre turshive përthithet nga patlıxhanët dhe marrin një aromë që duhet ta provoni me patjetër. Dhe ja ku i kemi patlıxhanët tanë, morën një shkëlqim fantastik dhe ajo salsa me kremin tim të hudrave i dha një teksturë perfekte. Mund t'i shijoni si antipast, t'i shoqëroni në vaktet tuaja, ose t'i vendosni në një fet buke të thekur, si po veproj unë tani. Mua më shijojnë pa fund, ndaj pak djath dhe domate, unë kënaqem. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.